Rikthehemi drejt për drejt tani, do të shkojmë në një intervistë, jam lidhur drejt për drejt me zotin Klodian Muço, drejtuesi i Departamentit Ekonomisë në Partinë Demokratike. Zotin Muço, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Ne kemi folur shpesh herë edhe së bashku për programin ekonomik të Partisë Demokratike. Kryesisht ajo që është thënë shumë dhe që është thithur ndoshta edhe më shumë nga pjesa e publikut ka qenë ajo pjesë që Partia Demokratike quan paketa e dhimbësurisë, le të themi, e këtij programi që ka të bëjë me rroga minimale, me pensionet, me disa hapa të domosdoshëm për të përballuar situatën alarmante ku ndodhet një pjesë gjithmonë në rritje e popullsisë së Shqipërisë që është në nivelin ose poshtë nivelit të varfërisë. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme e këtij programi është ajo që ka të bëjë me rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare. Sot ne kemi parë paraditje ka pasur një takim të një ekipi të opozitës me një ekip të quajmë kështu të biznesit në Shqipëri, ku është diskutuar pikërisht për ato masa që duhen marrë për t'i dhënë një shtytje, një ekonomie që është në rënje shqetësuese në sektor shumë jetik të saj. Sot ne kishim lajme që tregonin se sipas shifrave zyrtare, jo sipas llogaritjeve që bëjnë shumë ekspertë të tjerë, ne kemi rënje në bujqësi, rënje në industri. Në çdo vend tjetër të Europës apo të botës, shifra të tilla do të shkaktonin alarm dhe tituj pa pushim. Mjafton, unë lexoj her pas here ndonjëherë një sy gazetave gjermane për shembull ku ka shqetësim tani për rënjen e ullët të nivelit industrisë, janë të alarmuar në faqet e parë të gazetave për atë që po ndodh. Ne ndërkohë çajm blokadën me turizmin dhe me ekonominë informale që punon në ndërtim dhe që e çan në farë mënyrë blokadën ajo. Po, le të themi, në çfarë gjendje është ekonomia jonë sot? Çfarë mund bëhet për ta rivitalizuar atë? A është ky një mision i pamundur apo kjo mund të bëhet me efikasitet? Shko, ekonomia moderne ka gati 2 shekuj, le të themi mbi 2 shekuj që ekziston, me të literatura ekonomike dhe bazë e zhvillimit ekonomik të secilit vend është prodhimi. Kështu që të gjithë në momentin nuk duhet një diplomë në ekonomi që të kuptosh që në momentin kur ti të ka rënë prodhimi, dhe në rastin konkret industria dhe bujqësia dorën sot të dhëna të publikuan së fundmi të dhëna, pikërisht sot, të dhëna të rritjes ekonomike për 2024 dhe industria dhe bujqësia kishin rënien më të madhe ekonomike që mbas pandemisë, vitit të mbrapsht të pandemisë. Kështu që në tilla kushte mjafton kjo e dhënë që çdo vend apo çdo politik bërës do alarmohej. Tani për të kthyer tek diskutimi i sotëm, tek fillimi i pyetjes tënde. Faktikisht baza e programit ekonomik të Partisë Demokratike ndahet në 2 makrodek, nëse mund t'i quajmë. Kështu është aspekti social, pra ekonomia e qytetarit e familjes, që ti e përmende me të drejtë është mbështetje qytetarit të thjeshtë, mbështetje pensionistit për t'i kthyer atij dinjitetit me përcaktimin e minimumit jetik, mbështetja iniciativës së lirë të familjeve apo të gjithë atyre qytetarëve shqiptarë që kanë zgjedhur që le të themi një deri më sot që ta ndërtojnë jetën e tyre jashtë territorit shqiptar. Dhe është pjesa e dytë, grupi i dytë, le të themi që është pjesa e prodhimit. Dhe ne nuk po shpikin ekonominë. Partia Demokratike në programin e saj nuk se do rishikoj apo do ndërtoj një teori të re ekonomike. Është ajo që thon literatura sot që të zhvillosh ekonomikisht një vend duhet që të bazosh atë te prodhimi dhe shtylla kryesore është pikërisht prodhimi. Do ndihmohet industria dhe bujqësia, janë 2 sektor kapilar të ekonomisë shqiptare ku së bashku me turizmit nuk i heq asnjëri asnjë presi, është një sektor shumë i rëndësishëm në ekonomisë shqiptare, por që mjafton që të interpretojmë shifrat ato që publikojmë përsëri institucionet publike shqiptare, të dhënat e fundit tregonin që kishim 11.7 milion turistë, po kishim 5 miliardë të ardhurar nga këta turisti. Po të bëjmë një matematikë thjeshtë që të pjestojmë që sa kanë shpenzuar për frymë këta turistë, kanë shpenzuar shumë pak. Të gjithë nga ana tjetër dilte që pas kishim pasur 7.4 milion, 7.9 milion turistë shqiptarë që kishin shkuar jashtë. Praktikisht
çdo qytetar shqiptar nga mosha 0 deri në moshën 100 vjeç praktikisht kishin dalë të paktën 3 herë turistë jashtë territorit shqiptar, duke interpretuar gjithmonë le të themi përcaktimin siç e japin institucionet publike shqiptare në rastin konkret i statit dhe kishin shpenzuar gati 2.7 miliardë euro, që këtu tregohet që o ky sektor është me informalitet është në informalitet të plot, o ky sektor është, le të themi, ka një koncept totalisht të gabuar për sa i përket konceptit të turistit dhe të vizitorit dhe mund të flasim gjatë. Po përtej këtyre aspekteve, qëllimi i programit ekonomik të Partisë Demokratike ishte pikërisht kjo, që si ta zhvillojmë turizmin pa lënë me një, po si ta lidhim, si të krijojmë ato efektet komplementare të turizmit me sektor të tjerë të ekonomisë, siç është rastin konkret bujqësia, pra që ai turisti i huaj që të vinë në Shqipëri mos të paguajë vetëm dhomën dhe të konsumojë produkte 100% të huaja, por të konsumojë produkte shqiptare. Kështu që kjo ishte baza edhe e takimit të sotëm. Si të stimulojnë prodhimin. Çfarë kërkojnë sipërmarrësit dhe çfarë ofron Partia Demokratike. Dhe në thelb është shumë e thjeshtë, është thjeshtimi i sistemit fiskal, gjë që është implementuar në gati 60 vende të botës sot, në vende të vogla, me ekonomi me informalitet të lartë, me ekonomi jo të stabilizuar, jo me zhvillim të qëndrueshëm, sugjerohet gjithmonë një thjeshtëzim i sistemit fiskal dhe një thjeshtësim i tij që bën të mundur pastaj që të formalizohet ekonomia. Dhe tek ne është implementuar në 2007 për të parë dhe u vures se sa efikas ishte kjo gjë. Aspekti i dytë është si të mbështesim, pra ne mos ta shikojmë ekonominë apo sipërmarrësin thjesht si një pagues, si një kontribues takse, por ta shikojmë si një partner në zhvillimin ekonomik të tij. Kështu që shteti jo vetëm që sigurisht sipërmarrësi prodhon vende pune, ka hapur vende pune me anë të investimeve të veta, paguan taksa të tjera, po edhe qeveria nga ana e vet duhet që ta konsiderojë atë sipërmarrësin si një partner. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për 50 apo 100 sipërmarrës, siç është vizioni i ekonomisë aktuale. Vizioni që ekonomia shqiptare mos të zhvillohet nga 5, nga 10 apo nga 100 veta, por të zhvillohet nga mira sipërmarrës të vegjël dhe të mëdhenj.